Bushet? Tani unë jam dakord me atë pjesën që thuj fatalist, thuj qatë dush që as me zgjedhje nuk mundet Rama, as me ato protesta si pam gjatë shtunës. Problemi është, dhe unë nuk hyte ata që i kërkoj opozitës llogari, pse humbët në zgjedhje, apo pse nuk ju dolën 500.000 veta në shesh, po vetëm shumë pak mi. Por problemi, ama kam të drejtë të kërkoj opozitës një qasje morale, sepse shpesher për një shoqëri dhe për një vend, është edhe kur një pakicë e shëndetshme moralisht, i bën mirë vendit edhe duke ndetur shumë kohë si opozitë. Dhe këtu do prek dhe nga ato pikat që preku Batoni. Do me thënë, dakord ti mund mos e mundësh do të Ramën, po ti mund t'jesh i moralshëm dhe i ndershëm në kritikën ndaj Edi Ramës. Dhe nga kjo opozit, unë nuk pres që kur Edi Rama i fal klientëve të vetë toka, të bëj namin me duke kritikuar, duke sharë, duke denoncuar, po kur për Kushnerin, për Grenellin, për vajzën e Trumpit, hiqet ligji zonave të mbrojtura pa pyetur asnjëri dhe opozita, ndryshe nga ç'bënerët e tjera, vetëm prit se këtu është aleati jon Trump, mbyll gojën, jo për e kam për Zvërnecin, jo për Sazanin, këtu për mua përbën një problem moral. Për mua përbën problem moral gjithashtu, edhe votimi urgjent për bordin e paqes. Unë prisja nga opozita e këtij vendi, që në fund dhe mund ta votonte mëse, nuk është një mëkat i madh, po mos i shkonte me urgjencë sqerës Ramës nga mbrapa, të bënte një pyetje, ore, ne jemi kandidat për Bashkimin Evropian. Pse vendet europiane po hezitojmë? Si duhet sillemi ne në këtë kontekst? Por vetëm nga kompleksi se mos prishemi me shpëtimtarin Trump, heshtet. E dyta. E treta, fjalimi Ramës në Izrael. A duhej që dikush... Çfarë ishte? Do të thotë, ajo si vetëm diplomaci nuk ishte. Ishte një lëpirje e neveritshme. Ai atje nuk vetëm burr shtetas nuk u dërgua, do të thënë, shiko tash. Më fal. Dhe e kam nxjerr, më fal. Jo që ta mbaroj se kanë një lidhje. Diku thot jam katolik. Aty thot jam nuk është ajo rëndësishme. Nuk është shqiptarët pan çfarë neverie kanë në drejtim. Ta mbaroj Tamur. Jo, kjo ka të bëj me karakterin, me profilin, me moralin e Edi Ramës. Një opozite, para se të bëj profilin psikologjik të Ramës, mban qëndrime prej statisti. Pra, unë pas vizitës në Izrael, po t'isha në opozit, do i kërkoja kryeministrit të vendit tim. Pse tradhtove 30 vjet diplomaci, tradit diplomatike të vendi ku flitet për zgjidhje me dy shtete, dhe nuk arrite të guxosh ta flasësh. Por këtu është prap frika se ne jemi më pro-izraelit si PD se sa pro njerëz që vuajnë genocidin dhe heshtin. Këto mos shkoj pastaj ke qëndrimet fare të buta për kampet e Melonit, se edhe Melonin e kemi aleate. Këto janë ato që për mua e tradhtojnë opozitën dhe e bëjnë të besueshme që ore mbron sa kauza nuk ka standarde të ndryshme për çështje që ngjajnë. Jo, je gabim ti. Ta them unë ty? Shpresoj të jem gabim, po do ta them unë pse. Kam faj se jo. Ne nuk kemi pse, nuk merremi fare për ta kritikuar Edi Ramën, sepse ajo ishte një neveri që turproi çdo burr shtetas, por ne jemi këtu për ta rrëzuar Edi Ramën. Dhe po bëjmë, nuk kemi nevojë as ta kritikojmë. Nuk e rrëzoni dot pra, ram dakord. Nuk e rrëzoni dot. Do ta rrëzojmë. Me protestë se ajo e po, si ajo dhe pa edhe çfarë fjalie është. Edhe pak më Baton arzohet një pushtet që është mafios. Do me thonë, qëfar porosie
qëfar porosie për i qonë ti njeriu të cili e ka një shpresë të ti. Dhe me thonë, ti as gjuhën, Prandaj Flamur, nuk e ndërton për fitore. Nuk e ndërton për fitore. Batoni dhe deri diku ylli, deri tani, po të kërkonin llogari pse ju me Saliun, me këshu, jeni të paaftardhzoni. Unë ju kam amnistuar nga kjo. Unë them ju nuk e rëzoni dot dhe nuk keni faj që nuk e rëzoni dot. Se nuk rëzohen aq kollaj regjimi. Po ka dhe kjo argumenta. Po nuk kam nistu. Leta mbaj, e rëndësishme është me gjitha të që edhe një pakic të qëndroj si pakic morale, edhe kur nuk rëzona. Ju kam frikën unë, prandaj dhe ashto 4 shëmbuj, që po trahtoni dhe moralin e opozitarizmit, jo vetëm fuqin për të rëzuar Rama. Tani. Apo një fjali për Bushat, se je kontradiktor. Si ndërtohet një fuqi opozitare pa fuqi morali? S'ka as një mundësi. Dhe ti për me rëzu ose për me kriju një kontekst politik për rëzimin e pushtetit, mas pari du të fitosh moralisht betejen. Dhe kur nuk e fiton, ti nuk mundesh me veprim arbitrare. Desha me y në replik me ty, se replika është kjo, atë Lacivitën bën mirë që e sollën, vetëm për një gjë, për treguar që në këtë vend të kapur nga lekët e drogës, nga televizionet e krimit, ai që nxjerr Trumpin fitus, nuk mund do të Edi Rama. Ky është simboli Lacivitës. Në tashuras Muhamedi dhe Krishti këtu nuk e mundin. Por, regjimin. Të më përgjigje Flamuri mu, mos bëjmë me njëri. Tani të qaroj. Pra, kjo është, ne nuk jemi as për ta këshilluar, as për ta kritikuar. Ska lidhje. Ne këtu jemi për ta rrëzuar. Ka lidhje me një moment të thjeshtë, Bushat. Nuk mund të luftosh me të njëjtat mënyra që lufton Edi Rama. Nuk e mund do ti Edi Rama. Por përderisa po thonë gjithë këto gjëra, mos u bëni kontradiktor me veten. Edhe ti, se Flamuri dakord. Përderisa thoni gjithë këto gjëra për Rama, si mund ta mundesh duke i dhënë Lacivitës 6 milion, ose qofse dhe 60. Pra që nuk e mund do... E pra, pikërisht për këte po themi. Lacivita vjen, prandaj tha... Lacivita moj lekët e iku. Jo për ta mundur. Lekët e Flamurit. Por si simbolik... Se dhe kuj ka firmosëm duke. Njeriu që nxjerr fitues Trumpin nuk mund do të Edi Rama. Ke gabim. Simbolika shumë e vlerë. Kam një pyetje. Lacivita ka ardhur për t'ju dhënë krah, ose e thirrin Lacivitën për mi marrë krah të ati. Mos u merrni me atë se kemi një hall tjetër tu. Tani bëj një pyetje unë ty. Ja, përgjigje du. A është demokraci sot Shqipëria? More, asë ditë në 35 vjetë. Sa po donë me retorikë? Asë ditë në 35 vjetë. Ka qenë demokraci Shqipëria. Kur? Në kohë kur ka ndruar pushtetin me vot, kur ka bërë rotacion. Autokraci e plot. 35 vjetë autokraci. Jo. 35. Me metodat të ndryshme. Ka qenë me vot, Shqipëria ka qenë në 35 vjetë. Demokraci me probleme, demokraci e shagosur, demokraci... Edhe mbretëri është. Edhe mbretëri mo. Jo. 2 veta. Zotri. Sali Berisha dhe Edi Rama. Po zotri. Nuk po muj me besu që pe thuket fjali. Po sigurisht, po kjo është e vërteta. Pi mbretëri. Kjo është e vërteta. Ambator. Jo. Janë ndarë pjesë, ka që Saliu ka që të lutë. Demokracit me regjime... Shfaj ka Flamuri shkret autokraci. Sepse demokracit... Ose ngarkojnë Flamuri për gjera që s'ka lidi. Me gjithë problematikat që kanë, me gjithë defektet që kanë, që bashkëroqojnë në rrugtimin e tyre, ka një gjë në fund. Rotacionin e pranojnë dhe kontribojnë për rotacion. Rotacion e demokraci. Prit, pa detyrimisht. Vota dhe rotacioni janë 2 element kryesor të një demokracie. Tjerat pastaj janë anturazh. Lamur, 2004, a kemi qanun e tim teren 2004-ën? Po, nëse se dhëm pjesë? Po, kemi qenë. A ka pas vjedhjet vota dhe bleret votave? Ma thuj to. 2004? Po, jo. 2005? Jo. 2005 jo. Ka pas gjëra sporadike, po. Ka pas sporadike, po s'ka qenë fenomen. Ka pas mëre feute vjedhjes, ka patur, jo fenomen. Pa krasushme me të ndonjë krazoshti të ka qenë, po kanë qenë sporadike, kanë qenë sporadike. Je në suaz demokracie me shumë probleme, natyrisht, por kur qeveria lë pushtetin me vot në 2005 Fatos Nano, në 2013 Sali Berisha, je brënda kuadrit i sistemi demokratik. Kur qeveria është e gjitha e kapur në përgjime, mësusët mos paraqiten punë,
Po, nuk patronazhojnë. votuan për Partinë Socialiste, kur na vjedhin gjithë dhënat, Bushat. ku të gjithë televizionet kombëtare i shërben një njeriu të vetëm, s'ka ndodh kur, as në kod Saliut, as në kod Nanos. Absolutisht. Ke ndryshim thelbësor, Nuk po moj me besu që pethu këto. Jo, kjo është... Ti e kemi jetu të njëjtën kohë. Së mundesh besosh të vërtetën, Unë e ti po e kemi vërteta jetu është të e njëjtën vërtetë. Tani, Patjetër. o, Baton, bëj një pyetje unë ty. A më gjen ti një njeri që shkon Të ndalojmë dhe për këtë më pjesa mund tjetër, Suel Qelen se ne i kemi këto prit mendime në të ndryshme. Elbasan? Po mbetëm këtu. Cili është ai ti gjen një njeri që shkon e merr 20.000 vota Nuk duhet në rrynë ty, Baton. në Elbasan. Më gjen një Atë ti. mendim ka Bushati. Fal. Edhe Më Tela gjej- ka afërsisht atë mendim. Shiko. I cili do flas tani. Po ne po pyesim flamurin, shiko. Më gjej ti- Shiko sa e thjeshtë. që mund Po i pranojmë a ke të gjitha ballë. këto i thua ti flamur. Se marrë më kohë, unë e Ti kam tani, kry. si- Tela. Mund të flasim? Si kilometrin e fundit që s'ka mbetur vëlla, jeni serioz në këtë pikë apo jo? Do të keni edhe 1 kilometër për këtë të kemi thirrur Jo, ne? zgjata e kilometër. Ylli, Zgjat shumë. ylli, 1 kilometër Jeshi gjatë qartë. të Bushati. ylli. Ne jemi në rrugën e vetme që i ngelet një opozitë dhe një populli për të përmbysur regjimet. Dhe për këtë të vetmi gjë që jemi të qartë tërësisht, është rruga e vetme dhe është rruga më e drejtë të zgjidhet në situata të tilla ndry pak përballë Tela, 1 minutë. regjimeve. Dhe po ta them, Jo, unë ndryra kështu. po ta them, që data ti data ikim kësaj 24 po. Edhe mendimeve të 24 ndryshme që kemi ne. Po ta them Se 24. ne ulemi me mendime plurale këtu. I ka futur Diversive. Bushati ka të vetin, unë timin, Fal. Batonit vetin, Tela tani Am pyetë tash ta seroj pas Tani do shpreh. jemi në rregull, jemi në rregull. 24 i ka dridhur leqet e këmbës. Kilometri thua Do ta ti? shohësh të tjetrën tani ti. Unë me Bushatin do ta kemi shikosh të kilometri Do ta është shikosh shumë i gjatë. tjetrën ti e do të flasësh për kilometrin pastaj. Ju Dhe do prapë kur ndroni vim në emision, Ne unë- prapë kur do një vim në sekond, emision, kalon një minutë. do të thuash do ta Tela. shohësh këtë tjetrën, e Po, këtë Unë me tjetrën. Bushatin kemi Po, po. idenë që ju kilometrin do ta bëni 2 milion metra. O Ylli, Jo 1.000 metra. unë